emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, përshëndetje për gjithë ju këtu në Kosovë, në rajon dhe në Mërgat. Do të nisim një cikël emisionesh për trajtuar kontekstin historik të popullimit të gjithë gadishullit ilirik, po i themona, jo ballkanik, që nga mesjeta e këtej përballjen e gjithë këtij rajoni, nga Bizanti, nga Romakët, nga periudha Osmane e këtej, dhe për të pa se sa është konservu, sa është punu për të konservu identitetin lashtë ardhnor shqiptar, objektivisht në gjithë këto treva, ku është më shumë i theksuar, i ruajtur, i konservuar, edhe që flet edhe ky realitet i sotëm, ku jem sot në vitin 2025. Unë do të nisi këtë mision dhe me një arsye të rëndësishme. Në Kosovë u hap edhe mitropolia e parë e Prishtinës e 5 ortodokse shqiptare, kisha ortodokse shqiptare, dhe duket se hapja e saj, inaugurimi i saj ka një peshë të veçantë, nga jo vetëm për të ofruar këtë tempull për besim për njerëzit, por edhe për përpjekjet që po bën kisha ortodokse shqiptare në kauzën e saj, që ka nisur objektivisht, për të trokitur kudo ku mundet, që ti kthehen identitetit shqiptar, gjithë ajo trashëgimi kulturore e përvërsuar dhunshëm nga regjimi tiran i Serbisë, jo vetëm ky regjimi i fundit i Miloševićit, por ndër shekuj, përkatësisht nga kisha ortodokse serbe. Unë prezantoj me interes për ju profesor doktor Bedri Muhadri, këshilltar shkencor në Institutin e Historisë në Prishtinë. Faleminderit profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit edhe për ftesën. Periudha juaj e studimit fokusohet kryesisht tek mesjeta, një periudhë jo shumë mbase e ndryshuar nga gjitha trajtat e saj. Po. Është e vërtetë që periudha e mesjetës, themi, nuk është trajtuar ndoshta në masën e duhur, kuptimin e shkencor, ashtu sa edhe pretendohet. Mirë po duhet pas parasysh faktin se këtu paraqitet edhe për shkaqeve objektive, sepse me ramrin e Perëndrisë së Romakë në vitin 476 dhe me depërtimin e fisëve gotike, e posaçërisht me shkatrimin e Perëndrisë së Romakë nga vandalët, dihet që ramja e Perëndrisë së Romakë me shkatrimet të tëra u pasu edhe me shkatrimet në Ballkan. Dhe kësaj në këtë kontekst kemi edhe ndërprerjen e institucioneve, themi kulturore dhe shtetërore të asaj kohe. E posaçërisht institucionet kulturore që i përkasin kishave, ato janë rënuar në një mas të madhe, edhe nga shekulli i 6 deri te shekulli 9, themi është mesjeta periudhës e errët, për faktin që nuk kemi dokumente të shkruara. Nuk kemi dokumente borimore, për shkak se ramja e Perëndrisë së Romakë, shkatrimi i aty në arkivave, po edhe në vende tjera, themi, posaçërisht në Gadishun e Ilirik, kur kemi ne kishim mbretërinë Dardanë, kishim mbretërinë Kelejve, të Holandëve, përveç se gjurmëve të trashëgimisë arkeologjike, që ishin të njohura, që kishin konsulata, që kishin raporte të ndryshme, dokumentacioni si duket është shkatruar në masë të mase dhe mungon burimet, themi, për historiografinë shqiptare. Konkretisht për historiografinë shqiptare. Shekullin e 9, shekullin e 6 deri shekullin e 9 kemi errët për shkak se nuk kemi dokumentacione, themi, të shkruara borimore, por kemi një trashëgimi të pasur, domethënë arkeologjike, duke përfshirë manastiri, domethënë kisha të ndryshme, bazilikat e ndryshme, të cilët janë mjaft të begatshme kuptimin e historik, kuptimin e asaj që kanë përfaqësuar në kohë. Themi
602 përmendet i peshkëve i Gjoni. Dhe nga i peshkëve i Prizrenit, i peshkëve i Gjonit, dhe që nga ajo periudhë deri në vitin 1040, nuk kemi shënime për kuptimin etnik të arberve. Në vitin 1040, me rastin e krungritjeve anti-bizantine të anxhënjve në Durrës, ku pjesë e krungritjeve anti-bizantine në Durrës ishin edhe popullata arberore. Dhe në këtë rast, kronistja bizantine, Ana Komnena, që ishte gruaja e perandorit Mihall Komnetit, ishte bashkëshortja, përmend thot arberit të cilët ishin pjesë e Izopolis, ashtu thuhet, pjesë e qytetërimit tonë, edhe në politikë, edhe në fe, thot të bën kundërshtar, sepse anxhënjët vinin si nga Italia dhe bën kundërshtar të tanë arbrit. Edhe nga kjo kohë, domethënë nga viti 1040 ekzistonte një lloj ekzistonte një lloj civilizimi, një etablimi i arberve të spjegoj patjetër. I trashëguar mbase edhe nga koha romakëve. Ashtu, më shumë koha romakëve është koha e lirisë. Në kohën e lirisë kemi mbretëritë e liri. Ajo është një etapë mjaft e rëndësishme, epoka antike e cila është themi me civilizime të barabarta. Kur themi të barabarta kur themi në kuptimin e të mundshëm të barabartë, sepse janë krijuar e rëndësishme që fiset e lirë kanë arritë që në sajtë të konceptet të vetë geografik, etnografik edhe linguistik që flasin një gjuhë, kanë arritë që të kryojnë mbretëritë e veta. Ndër mbretëritë është edhe mbretëria Dardane, mbretëria Mollosve, Enkelejve. Çka duhet të thotë? Është çështje tjetër që këto mbretëri, historia e deshit të tillë që perëndëria romake ishte një perëndëri jashtëzakonisht e madhe dhe arriti që ta shtoj sundimin e vet në Gadishullin Ilirik, edhe që filloi me luftra të shumta, luftat iliro-romake, luftra të mëdha, të cilët tregojnë që Iliria në atë kohë ishte një vend i zhvilluar krahas perëndërisë romake, apo Maqedonia që delsi një koncept pak më e vonë me Aleksandrin e Madh. Pra, kuptimi i Ilirisë dhe tani nga mesjeta, do të thotë se kemi në simbiozën e popullatës ilire në arbër, për shkak se me ramjen po them perëndërisë romake dhe dyndjet e mëdha që erdhen nga popujt slav në shekullin e 7, kemi edhe themi të kurrje të fisëve ilirë, sikur që thotë Eçremçabej. Slavët erdhën nga Gadishullin Ilirik në shekullin e 7. Kanalin e Danub. Kur themi nga Gadishullin Ballkanin, kanalin e Danub, jo në Kosovë. Se slavët i vinë slavët e jugut, slavët e lindjes, edhe slavët e lindjes që janë rusët, bjelorusët, slavët e jugut që janë slavët e kroatë, serbë, kjo pjesa bullgarët, dhe pastaj kemi slavët e cilët u formuan Çekia dhe Slovakia, shtetet ato, slave. Po slavët që kanë ardhur në Ballkan, kanë ardhur në Danub e kanë pas. Vitin 610, perëndori bizantin Herakli i lijon territoret duke i dhënë drejta fisëve slave në kufi. Duke i dhënë drejta të tyre, ata kalojnë Danubin për ta mbrojtur kufinin bizantin. Kështu i kishte pranuar perëndori bizantin Herakli, për të mbrojtur kufinin bizantin. Se kufini bizantin në këtë kohë, kur në shekullin e po flas tekstualisht, në 610 kjo ka ndodhur. Kjo marrëveshje Heraklit me slavët dhe kalojnë Danubin. Me kalimin e Danubit, ata ishin një popullat themi jo krishterë. Nuk ishte monizëm në kuptimin Nuk ishte krishterë. Jo, nuk ishte krishterë. Slavët në Ballkan kanë marrë krishterizmin. Edhe të parë që kanë rënë në kontakt kanë qenë ilirët me krishterët. Ata kanë shën videon, përpiqen që ta thonë atë kultin e shën video, se e thirrën një idhull që i përket para krishterizmit. Të çfarë lloj besimi tregojnë dokumentet se ishin azëm arbërit, para se të vinin romakët? Arbërit ishin të krishterë, po. Konkuronin me atë lloj civilizimi romak. Arbërit ishin të krishterë, edhe ishin të krishterë të hershëm. Bili të krishterë ortodoks apo katolik? Jo. Kur themi krishterë, katolik dhe ortodoks, kjo ndarje bën vitin 1050. Po, tamam, të qartë. Po, krishterizmi pe Jezus Krishtit që përpandën që spjegon libër, 1054.
Po, popullata Shën Pali, për hapja krishterizmit. A i thot që unë këm për hap krishterizmin rrëtha për qak të erën e Iliri, shekullin e parë, të erën shumë. Ka dilema tani, a përfshin Ilirin, apo derën Iliri, po esenca është në 313, me ediktin e Milanës, kur feja ka krishtirë bëtë zyrtare, se derën e këtë ko për ndryrë Armake e ndiste. Ja, sakt. Ishte një betejë e madhe. Ishte një betejë e madhe. Me 313, me ediktin e Milanës, kur krishterizmi pranohet në tërë perëndrinë Armake, atëherë kemi edhe krishterizmin edhe në Dardani. 335. Të i dokumentuar o këtë gjithë. 335. Dakos Dardania, i Peshkopi, ose i Peshkvi, tash të përthejmë i Peshkvi, Dakos Dardania, merë pjesë koncilin e Nikës 335. Koncili i Nikës është koncil kishtar ndërkombëtar që kanë marrë pjesë. Edhe pjesëmarrja e Dardanis po flas, se kishte koncili edhe i Durrësit, edhe i Selanikut. Po flasim për Kosovën, kështu orientimisht. Dakos Dardania merr pjesë në mënyrë institucionale, është pjesë e Nikës, pastaj në koncilet 345, kohë antike, kemi pjesëmarrjen e arcipeshkëve të Dardanis në këto koncile. Në mënyrë institucionale e kemi krishterizmin që ka funksionuar në institucione. Pastaj, Gjoni, që tash, e kemi arcipeshkëve në fundit, që përmendet në vitin 602. Po prasim artë Gjoni, e kemi kone perëndorët Justiniani, 525, 567 kështë vit. Që ka ndo me perëndorën Justinian? Me qenë se kemi një ndryshim, themi kështu, me perëndorën Justinian ndryshon edhe koncepti administrativ politik i perëndorës bizantine, me reformat që bënë. Kodi civili, kodi juridik i cili i arrin që ti kodifikon edhe ti aplikon perëndorën Justinian, a i bënë edhe reformat të mëdha kishtare administrative, që janë të rëndësishme për Dardani. Radhë parë, Dardania kishte një tërmet 518. Kishte një tërmet jashtëzakonisht madh, ashtu e përshkruan në kronikat e kohës. Dhe thot Justiniani, thot rindërtoi kishat, por edhe mërmitej institucione dhe kisha tjera në Dardani. Kur themi Dardani e përfshin të Shkupin, Nishin, Novi Pazarin, edhe Macedonin. E përfshin të Shkupin, Nishin, Novi Pazar, pra një territori i madh i Dardanis. Dhe, me qenë se Justiniani ishte edhe i Shkupit, ishte i lindër në qytetin, është 7 kilometra në veri të Shkupit. Është në veri, 7 kilometra për Shkupit, në brigjet e Vardarit, është ai vend, lokalitetin e këmpa, dhe ky ndërtoi Justiniana Primën, kishtare. Justiniana Prima është institucion i pavarur kishtar i cili do të administronte Dardanin. Se deri tani Dardani në kuptimin religjioz, administrativ i takonte Selanikut, qendrës e Selanikut. Po me Justinianin e ndau, domethënë Dardania bëhet vikariat i pavarur, kështu thillet, vikariat i pavarur, i pavarur, që do të thotë në kuptimin institucional i vjen sikur sot që në kisha ortodokse serbe, bizantine, ruse, vetëm domethënë ishte e pavarur. Që i nështroj, po. Në këtë periudhë, profesor, sa poruaj identiteti arbënor në gjurmimet të këpë, edhe në objektet e kultit. Si ishte i lidhur identiteti, më interesant? Autokton arbëror. Po, autokton arbëror, i shprehur, i manifestuar edhe në objektet e kultit. Po. A vrej, a keni vrejtur gjurën? Po, si jo, tani me zbulimin e këto në holimtimet të Olpjanës që ndodhi aty Theodorës, përëndëreshës Theodore i kushton përëndërët Justinian në bazilike, cila është një bazilik ma madhe balkanike. Kur thej bazilik, është monument kishtar, do më është qendra i peshgvis aty. Do thot, këto e në gjurëm të cilët është përmend, thot përëndërë Justinian në Olpjanë. Këto e në gjurëm të cilët dëshmohen se ka pas
përveç se Ulpiana është Justiniana Sekunda, Justiniana Prina në Shkup ose Nish. Këto dy teori qarkullon, a është Justiniana Prima në Shkup, apo është Justiniana Prina në Nish, për shkak gjërmime arkeologjike, por historiografia jonë thotë që Justiniana Prina është në Shkup, në qytetin e Shkupit, dhe këto janë ato sot i më shku atje, sot janë ato monumentet kishtare. Në Voçan, janë Dolc, janë ato, janë këto kisha. Koridori i komunikimit që është rritur nga perandoria romake deri deri të ardha të Perëndisë Bizantine, pra përmes trashëgimisë apo institucioneve kishtare dëshmohet se këto ka ekzistuar, se e rëndësishme është që këto dëshmohet për nivel të zhvillimit, kulturës edhe prosperitetit ekonomik, edhe popullata ka vazhduar në kontinuitet prej Ilirisë deri të në kohën e Mesjetës. Këto dëshmon kultura komonit, cila është kultura komonit, e cila bazën e vetë ka në Kruj, kultura komonit, është kulturë autentike, e cila ndërlidh trashëgimin iliro-arbrore. Kultura komonit, e cila është e Kruja, me lokalitetin e vetë Zgërdheshi. Kur thot Polibi thot këtu jeton të fisi Albanoj, fisi Albanoj. Edhe nga kjo është rrjedh kjo fjala Albanoj, thot ka jetu fisi Albanoj. Po, nga Ptolemej në shekullin e 4, e përmend që fisi Albanoj ka jetue, edhe këto është një kulturë komonet, e cila kulturë komonet në formën e vetë, trashëgimin e vetë, tipologjike, format, manifestimet, që do të thotë një sëpat që është gjithë një Kruj, ajo është gjithë e njëjta edhe në Kosovë, që tregon për kontinuitetin iliro-arbror, në gjithë nga antika deri në Mesjetën, dhe këto janë monumente të shokta. Varrezat ilire. Varrezat tumulare. Këto varrezat tumulare, këto janë varrezat tumulare ilire që tregon për një histori të lashtë, mia vjeçare. Për një rajon të populluar me zakone, me kulturë të njëjtë, me traditë të njëjtë. Si në rrafshin e Kosovës, si i themi ne, apo Dugaxhinit sërb që e ka ndryshuar me atë shprehjen fashistët e tyre. Do të thotë, koncepti arbror është mjaft i formsuar në kuptimin politik edhe institucional që në Mesjetën e hershme, me perëndimën historian. Dhe pastaj vazhdon tutje. Që mund të flasim. Në sundimin romak, përballën rezistencën që kishte popullsia arbrore ilire në atë kohë. Me shpartallimin e perandorisë romake 478, vendoset pastaj Bizanti këto. Bizanti, po. Në këtë periudhë të Bizantit, ju thatë profesor që është periudha më e errët. Po. Timin e mungesës së dokumenteve të shkruara. Por me ato gjurmime që kina arritur, a është ruajtur kohezioni në këto dy lloj perandori, kohezioni i rujtjes së identitetit të arbror? Po. Në këto, sa është rrutë, sa janë shka? Etnëqësia, etnëgjeneza dhe kontinuitetit historik kulturor. Sa, do më thonë, është rezistuar, sa është rrujtur, pavarësisht që nga përballë me dy lloj perandori, sa është rrujtur, profesor? Çka thonë dokumentet? Po, dokumentet ja kështisoj. Në perëndimin romake, shtrirja e Ilirisë ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Por për shkak të këtyre luftrave, këtyre ballafaqimeve edhe depërtimet të sllave, kuptohet territoret ilire janë të kurrë, si thot edhe Çermsebej, ato janë si pasojë e restriksionit për shkak depërtimeve sllave edhe për shkak asimilimit, themi në kuptimin e asaj. Mirë po, pjesa arbrore e cila arrin që të mbjetoj këtynëve vërshimeve të kohës të slavëve, pra duke përfshirë nga Tivari, nga Kotori, e diktertin përves, ajo dëshmohet që është popullata arbrore. Edhe kemi gjurmë edhe antroponomike, edhe toponime, po kemi edhe historinë e cila flet që është popullata arbrore. Prej Kotorit, deri në përves, kjo është një popullata arbrore që ka hi në Mesjet në kohën perëndërisë bizantine. Dhe në kohën e perëndërisë bizantine, Kotori, pjesa e kufinit mes Kosovës dhe Serbisë që na intereson, është pjesa sotshme e Kosovës veriore që themi, sepse aty ka pas luftë mes perëndërisë bizantine, një kohë, dhe
dinastisën e Manidëve, aty ka qenë Sveçani, si ka qenë si pika e luftimeve që është ndodhur, po para se më ardhte kjo, pra prej Kotorit, e deri në përveç, popullata arbrore është autoktone, në kuptimin e gjuhës, në kuptimin e trashëgimisë historike, edhe popullata, se në dokumentet e shkruara që tash del në vitin 1040. Por, çka është e rëndësishme në mesjet, kur flasëm këto shekujt 10, 12, 13. Kom temë të veçantë. Po, do të dalim nga Kotori, e deri në përveç, popullata është arbrore. Popullata arbrore, e cila i takonte një religionit krishter të asaj kohe. Arbënorët e përfaqësonin besimin e krishterëve dhe përpara se të vinte sundimi romak apo ai bizantin. Themi të qartë. Krishterizmi ka rrjedhur për u shpranur tërë perëndrinë romake, ka funksionuar edhe në Iliri. Ne kemi Lauri dhe Flauri që kemi martir të krishterizmit, të cilët ishin vrarë për shkak që përhapnin krishterizmin, po që ishte ndjekur nga perëndria romake. Kemi martirët në Dardani, Lauri dhe Flori dhe Lauri, ata janë supozohet që jenë mytë në njërë të dhënshme, jenë mytë nga administrata atërshme, sepse nuk e lijan të prahapjen. Po, mirë po, kjo dhe të thotë që krishterizmi është i pranuar dhe i përhapur dhe në mënyrë institucionale krahas popujve të cilët i takonin i dokumentuar. I dokumentuar. 335, pash Dakos Dardania është pjesë e Koncilit të Nikës, 335, 313 veç kemi ediktin e Milanës, dhe nga 335 dhe 602, Dardania si qendër arqipeshkishtare është e dokumentuar. Edhe Justinianit kur e siguroi pavarësi nga Selaniku, pastaj vikariat është është ngritë, është jashtëzakonisht e rëndësishme kur ti ngritesh bësh e pavarur edhe të administrosh, edhe kjo ishte në influencën e Romës. Desha ta them, në influencën e papës së Romës në kohën e Justinianit, se ishte perëndor bizantin. Perëndia më kishte, por kisha Selia Romës. Vija ishte e komunikimit me... Doktrina ishte e papës së Romës. Doktrina krishtere. Administratë bizantine... Pas pak do të lidhemi me arbëreshët e Italisë. Pa shumë interesant. Është doktrina romake. Po doktrina romake në viset arbrore, ka shqiptare, po edhe në Kosovë, sa në përflas, do të pak ma tepër nga Kosova, po edhe në Kosovë, po edhe viset tjerë, ka qenë doktrina ekskluzive, do marrë e Romës, që të thotë, ai ka pas në bikqyrën e zgjedhjes së arqipeshve, mbledhjen e koncilive. Papati, po. Papatit, ka qenë deri 733, deri te perëndori bizantin Izauri, sepse perëndori bizantin Izauri, perëndërisht bizantine, se Kosova ishte pjesë, se perëndëria romake ndal 395 kuptimin administrativ. Pjesa lindjes dhe perëndimit. Pjesa lindjes, se përfshinte Dardanin, po edhe Maqedonin, po edhe Serbin, po edhe një pjesë të Bosnës, Detës Remi, i takonte administrativisht perëndërisë bizantine. Ose perëndëria romake që të vazhduese e kësaj, se kjo kishte ra. Por ishte administrativisht në kuadër perëndërisë bizantine. Po 732 perëndori bizantin Izauri bëni reforma, sepse kisha në atë kohë bën të shpenzime të mëdha përmes ikonave. Vizatimeve, ikonave, bleshin ikonat shtrejta. Bëheshin ikonat shtrejta është periudha dogmatike e mesjetës e ertë, e cila çdo gjë vështroi nga kisha. Çdo gjë mbizotronte në kisha. Thomas Aquini ishte një betejë gjatë. Po, Thomas Aquini e përshkruan kisha dominante. Edhe pjesës tjetër për kontroll. Po, kisha mbretëronte edhe kulturën, edhe pushtetin, se ishte dogmatike, edhe kishte shpenzime të mëdha. Ky perëndor bizantin i bëri reforma Izauri, bëri reforma edhe nga 730 kuptimin administrativ. Tani qendrat kishtare në Arbëri janë administrativisht janë kuadër perëndërisht bizantine, që mund të themi ortodoksizmi, fillimi i kësaj, po i kisha s'është ndar, por kemi një doktrinë nga patrikana e Konstantinopolis tani. Kemi një frim administrative e Stambollit të sotshëm. Edhe tani thuhen peshkopët grek këtu në Kosovë, se në mesjet komunitetet i ndonë dy koncepte.
nëse një komunitet ka pas formacion politik, është njoftë, sukur Bizanti që ka kriju. Po të kesh edhe kishën, pavar, i njoftë. Po me qenë se na nuk kemi pas në këtë kohë, për flasë, fillimet të shekullit 8, 9, 10, 11, nuk kemi pas të formacione, atëherë na jemi njoftë në terme Romarios apo Grek. Në këtë rast, pra, kemi një administrim të edhe të kishës bizantine dhe politike. Vazhdo. Që rol ka pas kisha bizantine tek identiteti ardhnor shqiptar? Po, tani... Njët ashtu, është Bizanti dhe Roma në këtë periudhë. Tani, kur themi ortodoksa, po, thatë kisha ortodokse bizantine? Po. Po, duhet të në rrëth parë që kisha është da në vitin 1554. 1554, po. Por, para se martë e 1554, ndikimi kishës bizantine, po flasë, po ishte krishtere. Krishtere, po qendrën e kishën krishtere, po doktrina e Konstantinopolës, jo Romës, sa e ndodhë 1554, ndikimi ishte jashtëzakonisht i madh, sepse edhe në dokumentet të perendorit Bizantin Vasili, shkruhet ose Vasili, 1020. Se në vitin 1020, perendoria Bizantine triumfon mbi perendorinë bullgare. Edhe me këtë rast, qendra e madhe kishtare ka qenë kryeparshkupata e Orit. Edhe në kuadër kryeparshkupatës së Orit, me dokumentën e Bazilit vitit 1020, përmendet i peshqvia Prizrenit edhe Lipjanit. Pa nda kisha, ti me qartë, po në dokumente argumentohet i peshqvia Prizrenit edhe Lipjanit, i cilët i përkasin arqipeshqvisorit. Kur themi 1020, i peshqvi, do të të kanë egzistuar, para rëndë se kanë pas edhe një 70 vjetë të paktën të egzistimit, funksionimit, për të qenë peshkopate pavarë. Të etabluara, të konsoliduara. Të konsoliduara, mungon shënimet. Se nga 602, kuptimin i peshku i fundit, i Dakos Dardanis përmendet Gjoni, po kemi dhe të në këtë kohë, kuptimin e kishave, nuk kemi dhe në vitin 1020. Po në vitin 1020, kemi i peshkvin i Prizrenit dhe Lipjanit, që është kadrë që arqipeshkvisorit, kjo është kadrë të perëndimit bizantine. Po para se marë perëndia bizantine, ne duhet të kemë qartë për konceptin e asaj, pse Kosova, pse Serbia nuk e ka drejtën historike në Kosovë. Duhet të thejmë edhe këto. Përveç perëndisë bizantine, që ishte nga vitet, do të thotë, ka 476, që ishte pjesë Kosova, pjesë e perëndisë bizantine, vitin, se po flasim ndoshta shumë fakte, po s'po disa, po jemi të rështur. Unë jam tu me vëmendje, fjallë për fjallë tu kemi rast të duhet ta spjegojmë edhe perëndinë bullgare, e cila kishte një kohë të sundimit të vetë në Kosovë. Do të thotë Borisi dhe Simeoni. Ata 927, ishte perëndria bullgare, cila kishte përshtu Kosovën, kishte përshtur edhe Prizrenin. Në kohën e Kallojanit, peshkopata e Prizrenit, si Prizren, jenë pjesë të kuptimin administrativ dhe politik dhe juridik, ishin pjesë të peshkopatës e pavarë bullgare, që e ka qëtë Tërnova, ata kanë pasur në peshkopa, në Tërnova, është të thirët qytetit. Çka duhet të, pra, në historinë e vetë Kosova, deri të Principata Balsheve, ka një rrugtim të ndrimit të sunduzve, Bizantit, Bullgarve, ko paskuhe, e Bullgarët pastaj është perëndria tretë bullgare, sa më i ditë, që është 1197, 1014. Me perëndria bizantine e mund perëndrinë bullgare, e tani, këtu përmendet kjo që pëtham 1020, peshqvia e Lipjanit dhe Prizrenit, që kanë qenë pjesë edhe peshqvisë bullgare. Që kanë qenë, paraprakisht, se ka qenë perëndria bullgare, tani në kohën e perëndisë bizantine dalin dokumente të shkruara, sepse arqipeshqvinë e Orit ishte kryepeshkopate pavarë. Në kuadër se arqipeshqvia e Orit mjerisht ajo kishte pjesë popullatën e madhe shqiptare. Kryepeshkopata e Orit është pjesa qendra më e madhe bullgare që ka qenë këtu në Ballkan. Si administratë. Edhe këtu... Dokumente historike, po. Edhe
ky prëndëror bizantin, që peshvin e orit, e ullë në rangën e mitropolisë, është rangë majurt, por jarun ato dioqezët e veta. Në mesin e 30 jave, është dhe prezident e Lipjanit, që përfshin në territorët shqiptare. Po në po flasë për Kosovën, në këtë rast, që në dy, që do të thotë që në kuptimin institucional, patyshim që na kemi institucione kishtare, administrative, pararse në manirë, dhe këto kompetencën për ta theksu. Pra ishën të formuara edhe kanë funksionu, por rrugtimet historike janë në kuadër të përshtimeve të ndryshme, e që do të flasëm edhe për pavarësi politike. Gjithmonë për Kosovën ma shumë dhe për këtë gadhiqullin Iljerik. Realisht për mesjetën në shekullin e 11 dhe 15, që ka dokumentacion më të bollshëm për para se të vinte perandoria Osmane në shekullin e 15. Që mund të flasim për këtë periudhë? Më intereson për shqiptarët. Sa është konservuar, është ruajtur identiteti, homogeniteti, jo vetëm geografik, po edhe etnike, kulturore, kështu me radhë. E ki fjallën djetë para se më arë perandoria Osmane. Para se të vinte perandoria Osmane. Po, shumë e vërtet, edhe e saktë. 1832 kemi raportet e Guljam Admit, kryepërshkopatës së Tivarit, i cili raporton dukës së Burgonjës, i cili thot ishte një projekt evropian, një projekt i francezëve, se francezët për të ndonë nga Italia më kyçën nga dishën balkanik në Iliri, në dorse në këtë qytet. Dhe në atë projekt të vitit 1330 thot Albanet dhe Latinet e Bregdetit. Albanet dhe Latinet e Bregdetit. 1332. Janë të gatshëm dhe janë trima që të japin dhe janë 15.000 luftar. Albanet, 1332. Vitin 1330 kemi një përshkrim Ragozian, i cili thot ka udhëtuar në Ballkan dhe kam dëgjuar lingua Albania. Pa dalë dokumenti i Pale Angjelit vitin 1462, i cili flet për gjuhën shqipe. Pale Angjelit, për 1462, i cili thot në emër të Atit, Birit, të Shpirtit. Në gjuhën shqipe. Po. Sa ai shkrimi dedikohet pritëve. Thot, nëse s'dini latinisht, ju përdoni qëtë frazë dhe mjafton për ta shuguruar, për ta uruar lindjen e një fëmijët. Sepse përdoj gjuhës latine. Me qenë se gjuhë priftet këtë kohë mungonin, po du me të sqaru pse është rëndësishme kjo formula, se të regon që gjuha shqipe ka qenë e folën, po nuk kemi dokumente shkruar. Vitin 1330 kemi lingua Albania, që thotë është në gjuhë gjinga, edhe thotë që flasin gjuhën arbrore, po shkruan me latin, me shkruan latine. Flasin gjuhën, do vanë shkruan gjuhën latine. Ama si gjuhë është përdorë. Tani koncepti arbëri, koncepti arbëri, për shembull të Gjergj Ballçaj, që ishte principat e pavarur. Ai donte të shtinte territoret jo nga Serbia, donte të shtinte nga Kotori, ku fliste gjuha arbërore dhe ku ishte një feje. Donte ta shtinte pushtetin gjithmonë nga territoret ku flitej ose ku ishte koncepti arbëri. Edhe Gjergj Ballçaj në dokumente thirret edhe kryezotëri i arbërve. Pra koncepti arbëri që përfshin tërë territoret shqiptare, që ne themi nga Kotori deri në Preves, por që nga studimet historike thonë prej Shkodrë, pi Prizrenit, pi Vlorë edhe deri në Orë, ky është katërkantëshi mesjetar që është autentik arbëror. Arbëror, po. Pra, thotë Konstantin Jeriçeki, gjitha studius thotë në mesjet, duke filluar prej perëndrisë romake që ka ra, thotë ky katërkantësh, Shkodër, Prizren, Orë, Vlorë ishte arbëror, ishte popullata arbërore. Me kulturë homogjene, me tradita zakone, me gjitha... Edhe Ballçaj thirrej, ai thoi, Gjergj Ballçaj thirrej, domethënë sunduesi i arbërve. Pastaj
Skënderbeu e qunë të vetën pasash të bashkëve. Sakt. Dënë të shtrinte aty ku ishin bashkët. A i Skënderbeu ka dhe të mëllësët. E dini që Skënderbeu thot, në qoftë se nuk gënjen kronikat tona të mëhershme, populli im, i referohet Pirës, i cilë kështë të shkuar në ekspedit në Itali, thot gjithëherë kanë dalë fetimtarë, e jo humbës para juve, sepse Skënderbeu në vitin 461 shkon për të ndërmu alatet vetë Napolit. E a i që një letër e thot mësate se këtu ka ushtrit mallet, i jemi ushtrit me kuajt valë që e s'ki ushtrit mirë, edhe do të pësë shumë humbje. A i thot i përgjigjit ati, thot në qëfë se nuk gënjen kronikat tona, thot a i pasar si Piro, thot ka dalë fetimtar atje. Nuk ishte i vogël, për ka dalë fetimtar. Pra, edhe Polshe, të donën të shtrinë, bashkët e kanë marrë Durrësin. E kanë përshtu Durrësin. Dhe do të tërë kësaj, se në mesje, se në mesje... Periudat të ndryshme dëshmojnë, profesor, organizimin mjedisit arbror, pikpamje administrative, politike, civilizimit e kështu më radhë. Se përpëjqim të, sepse në mesjet, format e para të administrimit dhe sundimit janë formë, themi, principate. Një principat, e 4 të teritorit e gjërë, kryon 2-3 principata, 4-5 principate, pa ato të cilët janë fuqishme, arrin me ba unisimin. Është e vërtet që në mesjet principatet, edhe të një tjeti kanë konflikte. Naturisht. Se edhe në Manjedet, kishin arrit që të mund në zhëponën Vladislavën Maledzi, në 1040. Sa a ishte principata par Slavë, ishte Vladislavit. Por ne kemi, po unë kështë duke galuar këtu pasisht për tani më kujtu. Regnum Albania, 1372. Po kemi në vitin 1189 dhe kemi Arbërin, kuptimin politik, dhe Dimitri dhe Përgoni, sëndimtar të Arbërisë. Është qyteti Durrësit i Tiranës. Po për themi qyteti Durrësit, afër Durrësit, Durrësi ka qenë zakonisht i pështuar nga Venediku, ka qenë pjesë tërë mesjetën, ka qenë, dhe kur e ka pështu për Ndërja Osmane, Venediku, Vlora, çka po di unë, Drishti, Dania, kanë qenë, ato kanë qenë... Kontrollitetit, po. Po, në 1204 kemi mbretërinë Arbërisë, Përgoni. 1204? Po, mbretëria Arbërisë. Nuk i ka përfshirë tërë territorët, por është njoftë Regnum Albania. Dhe më thonë, koncepti Arbëri është i pranueshëm edhe është i ditur që në këtë territor jeton popullata arbërore, e cila ka një gjuhë, e cila ka institucionet e veta, fatkeqësisht të ne mungon vetëm shkrimet. Vetëm shkrimi. Pra, Regnum Albania, Arkondi është, po dhe Arkondia Durrësit, të themi në shekullin 9, se Bizanti i bën reformat administrative. Një kohezion të vazhdueshëm ka. Vazhdueshëm, shekullin 9. Është thema edhe Selanikot e pare, pastaj bëhet thema e Durrësit, Arkondia Durrësit. Arkondia Durrësit e ka kuptimin për t'i përfshirë territoret shqiptare ose arbërore. Asisaj. Po, si mbretëri, koncept politik, formacion politik, shtetëror, i njohur, është Principata e Arbërit e njoftë në vitin 1204. Dhe nuk e kemi dilema tani që në kuptimin e përfaqësimit etnik politik edhe etnografik, popullata arbërore ishte autoktone e njësune me formacione politike dhe e njohur nga shtetet e parrat. Interesante, profesor, dhe këtu e kemi me njëherë betejën e vitit 1389, për të cilën serbet bëjnë agitacion të madhë mbi të. Cili ka të vështrimi, çfarë ke arritur objektivisht identifikosh në këtë periudhë? Sigurisht do dalëm edhe sëndimin e Manjetëve. Se pra se marrë kjo është sëndimin e Manjetë, po sigurisht do ta pas kësaj. Po është mirë edhe sëndimin, po ta shpjegojmë betejën e Kosovës. Dinastia Nemanide, që themi, ose mbretëria Nemanide, që do se të themi ata, me 1371 pije poshtë, do më shkatrohet, dekompozohet mbretëria, themi, serbe, e cila kishte një kohë vetë edhe shtrimin e sëndimit e vetë në Kosovë. Pastaj, kjo mbretëri serbe coptohet në disa principose, në disa feodalet ndryshme.
Në vitin 1389, pra, kur Perëndria Osmane, Perëndri nuk ishte në këtë kohë. Se Perëndri kur e kalon Bregdetin, kur e kalon detin tjetër, kur sa atëherë ishte mbretëria. Në 1361, ajo kishte arritur që të kalonte në Ballkan me pushtimin e Galipolit dhe pastaj ajo vazhdon pushtimet e veta. Ndër pushtimet e veta të para ka në për Bullgarie, ka betejë Maricës që është vitit 1371, pra është në përpjekje për ta ekspansionu pushtetin e vetë, e cila kishte arritur suksese të mëdha. Edhe në këtë kohë... Ishte në Hovin e Madh në atë. Ishte në Hovin e Madh, kishte suksese në 1371, pastaj është betejë e Pločicës në Bosnë atje, pak para betejës së Kosovës. Po tani betejë e Kosovës, tani në Kosovë këtu kemi principatet shqiptare. Kemi Balshet, Topijet, Dogaxhinët, Kastriotët. Po, historia dokumenton, se tani ka dhe të ndryshme, po historia dokumenton në sajt të shumë bërimeve dhe shumë kronikave, që betejë e Kosovës ka ndodhur në Kosovë. Me kalendarin e vjetër 15 qershor, me kalendarin julian, po me kalendarin e sotshëm gregorian ka ndodhur me 28 qershor. Tani, betejë është e tillë si është, do të thotë kemi një informacion të madh të Perëndrisë Osmane dhe kemi një informacion të madh ushtarak të Ballkanit. Themi të Ballkanit, që historiografia e njeh si udhëhes të këtij koalicioni ballkanik, Lazar Rebeljanovicin, që është mund thuhet që ai është domethënë udhëheste një pjesë të trashëgimisë së dinastisë Nemanjetëve. Ishte si udhëhesi kryesor. Dhe lufta me përmaset e veta. Po në luftë Osmanët ishin edhe të tjerët. Jo ishin të tjerët, po ishin krahas serbëve, themi, ishin edhe shqiptarët. Kur themi, shqiptarët ishin me përfaqësuar me Gjergj Balshën e dytë. Bilin kronikat osmane, Gjergj Balshën e dytë thonë çdo 5 ushtar i takon të Balshëve. Kishte një ushtri shumë të madhe. Pastaj ishte Theodor Mozaka, që vinte nga Shqipëria. Theodor Mozaka dhe vritet. Theodor Mozaka i dytë vritet në betejën e Kosovës. Dhe betejë e Kosovës në tërësinë e vet, me përmaset e veta, është një ngjarje që Perëndria Osmane ka arritur ta ketë një sukses, sepse fiton mbi koalicionin e krishterë, ose koalicionin ballkanik që themi, dhe arrit që triumfon. Po, betejë zgjat një ditë. Tani këto është dilema, a ka pas betejë të drejt për drejt aty, apo ka pas edhe një farë komploti mes që ndodh zakonisht të një mesjet. Por ndeshën dy ushtrit, mund të ketë komplote të ndryshme, duke vrarë mbretin aton, udhëhesin këtor, sikur që ka ndodhur këtë rast. Sultan Murati vritet, Lazar Rebeljanovicin vritet. Por, çka duhet të themi ne këto? Duhet të themi kështu. Se unë shoh edhe pikpamje të ndryshme që mund thuhet nuk ka ekzistuar fare betejë e Kosovës. Nuk ka ekzistuar. Unë mendoj që betejë e Kosovës ka ekzistuar për shkak burimeve, për shkak kronikave të shumta që flasin, e për shkak detaje, si është rrështimi Sultan Muratin mes, forcët e aziatike në krajin e djathtë, ose të kraj tjetër, Vuk Brankovicin këtë ka. Pra kemi edhe përshkrime të ndryshme si ka ndodhur ngjarja, si ka ardhur deri te përfundimi. Ç'është betejë e Kosovës për ju si? Tani për ne çka është e rëndësishme? Është e rëndësishme përfaqëson një pjesëmarrje të madhe të shqiptarëve në luftë kundër Perëndrisë Osmane për ta ndërprer ekspansionin osman në Ballkan dhe në Evropë. Sepse historiografia serbe tër mitin e vetë Kosovës e ndërton mbi atë se populli serb dha një kontribut të madh për ta ndalë hovin e Perëndrisë Osmane. Krahas serbe kanë marrë pjesë dhe shqiptarët, pra Gjergj Balshaj, Theodor Mozaka që kanë qenë pjesë. Theodor Mozakaj ka rënë aty. Ka rënë në luftë. Po. Çka është e tjetra? Është një përshkrues frank, po që është i kishës ortodokse. Ka shku në Konstantinopol për të vizitu, ka një relacion ai. 6 muaj para mas betejës së Kosovës. Edhe thot në mënyrë tekstative ose në mënyrë të qartë. Thot në betejën e Kosovës morën pjesë edhe Dardanet dhe formacione tjera e lirë. Krahas popujve tjerë, thot morën pjesë edhe Dardanet. Në përballje me Osmanët. Me Osmanët, pra që ishin Balshet.
që ishin bashkët. Edhe termi Dardani pra përmendet dhe në vitin 1389, që përflasëm termi Dardani, që sot, që është qytë në antikë. Pra betejë është e tillë që kanë marrë pjesë. Dhe shqiptarët kanë kontribu, jashtëzakonisht kanë kontribu, edhe nëse është ai i cili është personi që e ka vrarë Sultan Muratin, është Miloš Kopili i Drenicës. Edhe pse për këtë nuk ekzistojnë bërimi historike, ka mite, ka legjenda, por nëse bazohem në ato mite dhe ato legjenda, ai takon fshatit Kopil, sotshëm Drenicë, sepse është fshati sotshëm që thirret Kopil, në bazë të këtij Miloš Kopilit, edhe thuhet se ai është biri i Nikol Kopiliçit. Është sundimtari i Drenicës. Pra, për këto dokumentet i kemi, themi, të pakta në kuptimin historik, por nëse është thënë që është mbyt nga dikush, atëherë është Miloš Kopili, e ata serbt për me heket obilja, e i thonë obilis, Kopila, e kanë hekën, për e kanë ndërru, pa ata përpiqen që ta kenë një heroj të vetën. Po, ajo është, po tani kështu, vetë edhe këto desha ta them. Po, tutëm se do të kalojmë profesor tash. Pra, betejë e Kosovës është një betejë e cila popullata shqiptare nga Kosova, deri në Theodor Mezaka i takon të pjesës jugore të Shqipërisë, të Beratit, që së ndonte, e deri nga Berati, deri në Kosovë, popullata shqiptare është përgjigj masovikisht për ta luftuar një ekspansion ose një sundimtar të huq që rëndon gjithmonë ndodh kur vinë fuqitë e tjera, bashkohen një popull vendas për ta kundërshtuar. Njësoj po bënte mbas edhe me Bizantin, mbas edhe me romakët. Edhe me romakët, ashtu ka qenë. Për të rezistuar çdo lloj pushtimi. Çdo lloj pushtimi të ri. Kur kemi vetë ta ndërlidh, kur betejë e dytë e Kosovës, 1448. Ata serb nuk flasin hiç, sepse ato Gjergj Brankoviçi dezerton, ka lënë anën e Osmanëve. Betejë e Kosovës është shumë e rëndësishme si betejë. Shumë pak është folur në fakt. Jo të na kemi folur dhe kemi thonë se kemi folur, por duket që në vëmendjen publike, në zotënimin publik. Studiuesi Noll Mallkomi që po marrëm kanë herë si referencë kështu, ai thotë sikur Skënderbeu vinte në betejën e Kosovës në dytën me kohë. Thot historia do ndryshon të ndryshe. 1448. Do ndryshon të ndryshe, se në 1389 Perëndëria Osmane pushton edhe kthehet, nuk vendos pushtetin. Në 1448 vjen Kosova dhe nuk kthehet. Kjo ishte betejë e rëndësishme. Vuk Brankoviçi ishte mik me sultanin, ishte mik me perëndërinë, se Perëndëresha Mara, çika e Llazarit ishte shkuar në kohën me marrëveshjen e vitit 1389. Osmanët kishin marrëveshje me po kishin marrëveshje, me serbët e sotëm. Si janë quajtur serbët në atë kohë? Janë quajtur si janë quajtur? Po tani termet. Ka dokumente? Po, unë mendoj që ata janë quajtur tani ata si Raban që thonë që kanë ardhur në shekullin 7 këto sipas dokumenteve. Unë mendoj që Serbia në ata të qënë vetën Serbe qënë ata, jo slav, se kërë thejmi na, po ata e në një popullat serbe, cila ka qenë e konceptunën për në të visën, krasi me kratet të cilët diferencuar në anën tjetër. Profesor, do doja, sepse jemi në kohë televizive natyrisht, dhe minutat lëvizin. Vendosja pranurisë osmane pas betejës së dytë të Kosovës. Mesi shekullit 15. Mesi shekullit. Vendosja, mas asaj betejë vendosën përfundimisht, vendosin administratën e kështu me radhë. Dhe në një mënyrë, periudha e Bizantit përfundon. Përfundon, definitivisht. Përfundon dhe nis periudha e sundimit osman në gjithë këtë gadishull. Cilat janë dallimet, nëse mund ta them, të atij lloji administrimi të pushtimit osmanëve me Bizantin dhe Romën? Po, çka vërejmë? Po, tek habitati mjedisi ardhnor shqiptar. Perëndëria osmane, e cila vinte si një perëndëri. Sepse tu ke shumë referenca shkencore, shumë shkrime. Shumë shkrime, po ani çka kështu. Shumë shkrime i ki mbi profesor vetëm artikuj
edhe studimet botume, si ta them 42, konferenca kombëtare, ndërkombëtare, si ta them, janë 20... Jo, më shumë. Po, më falë, profesor, që t'jem korrekt, të gjitha e kanë natyrë dokumentimin e historisë, historiografisë, prezencën, se cilit dimenzion kulturor, historik të shqiptarëve. Po, në konferencë ka 60-70, konferencë ndërkombëtare se pashtë për të me gjithë kështon. Tani përëndëria osmane vindin një përëndëri ma avancu si përëndëria bizantine. Edhe me reforma administrative, toksore, dhe ma sistemi feudal ishte ma i zhvilluar si sistemi bizantin. Se sistemi feudal tani jep të pronën në shfrytëzim. Pronari punon të tokën edhe jep të një pjesë të rentës. Dhe ma në ishte raja. Por, përëndëria osmane kishte edhe një administrat të etabluar mirë. Edhe me ardhen e përëndërisë osmane e rëndësishme për habitatin tonë. Shumë rëndësishme. Se dokumentet bizantine dhe slave, kuptimin e antroponomisë, kuptimin e individve, kuptimin sa ka pas popullat, jenë të mangëta, shumë të mangëta. Dokumentet slave flasin fshatin, Manasi i Deçanit, ky fshat, i ka 100 kusur fshatra, ka përmend fshatet, për banor përmend pak antroponomi, apo emën, përmend shumë pak. Me ardhen përëndërisë osmane, përëndëria osmane na rifreskon historinë dhe na bind që në mesit popullata shqiptare në Kosovë ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Dëfteri i Sanxhakut, sa ta bën regjistrimin, e bën popullsisë edhe tatimeve. Dëfteret e përëndërisë osmane, 477, dëfteri i Shkodrës, pastaj dëfteret e shumta të Kosovës, i Pejës, i Dugaçinit, i Vushtrisë, i pari është dëfteri i Vushtrisë, në 1455. Aty flitet jenë fshatët të prezentuar, jenë banorët të prezentuar, edhe banorët jenë të komunitetit jo musliman. S'kemi banor... Komunitetit ortodoks ishin? Apo çka? Të ortodoks. Kishtë edhe ortodoks, kishtë edhe të sferës krishtere katolike, po dhe të sferës ortodokse. Kjo habitat ishte i banuar para se të vinin osmanët më shumë me ardhënor besimit ortodoks? Në ratë par, themi që nuk ishte besim islam. Besim islam ishte arme, nuk ishte. Jeni sigur, profesor? Po, nëse themi nej relacion ose themi nej misionar që ka ardhur për Ballkan. Ka gravituar. Edhe unë s'po du t'hi ma ashtu ma në detale se ma në flitet dikon. Por në mas tu nuk ishte i përra? Jo në mas, po absolut nuk ishte popullat muslimane këto. Mund të thuhet që ka gjurmë të ndonjë flitet për ndonjë xhami që flitet në poj, është ma herët edhe është diskutabile cilët viti ta kanë ajo, por nuk kemi popullat muslimane habitat. Kur themi habitat, nuk themi 1-2, nuk themi një administratorë që ka qëllu. Kur themi habitat, popullata është rëndësishme të themi që nuk e kemi në poentën të thëmë s'ka pas musliman, pa kemi poentën të tregom që popullata ishte sferës tjetër, Gjoni biri i Jovanit, ose Jaku i biri i Bardit. Puna ju është shkencore. Pra kemi antroponomi të pastër arbrore. Jaku, Miti, Bardhi, Gjoni, Përgoni, kemi edhe Damjani, emnar edhe ortodoks. Edhe ortodoks kishte këtu në Kosovë. Sepse kjo tani çështja ortodokse dhe katolike kur të bëhet, është që tem vete, po kemi edhe ortodoks. Këto kanë dëshmuar dokumentet, ku që për sot flasin serbisht, pa e ka qenë ortodokse. Përëndëria osmane... Cile ishte kauza për përëndërisë osmane dhe ndikimi saj? Nëse mund ta them në shpartallimin jo, po në përpjekim për, në basa dhe për të shpartallu dhe identitetin fetar, se ishte osmanet e kishin kauz shqirin e besimit islam. Po, qashtu, shumë e vërtet, kjo s'më hohet, po ta themi në radhë parë. Dokumenti osman të regon që popullata në Kosovë ishte popullat arbrore, nuk ishte në kuptimin e religionit, nuk ishte islame. Ja vetëm në Kosovë, po në Shqipëri. Se dokumenti... Gjithë teritorin arbror. Se teritorin arbror. Dokumenti i regjistrimi i parë vitit 1430 është. Sanxhaki i Gjonit, i babës e Skënderbeit. Se në vitin 1430 njëherë pushtohet Shqipëria. Edhe është Sanxhaki Jovanli, ose Sanxhaki i Gjonit.
edhe aty i gjonet për thirët dhe Sanxhaki Arvanitas. Arvanitas. Po, për Arvanitas, se më këtu. Edhe i gjonet për thirët dhe Sanxhaki Arvanitas. Tash Arvanitas, për Arbanet është fjallet për arbërit, po nuk e ka shtri këtë konceptin. Themi tani herë se asisoj ku e ka shtri pushtetin, edhe themi që popullata ishte popullat jo e besimit musliman, por rëndësishmë është që popullat numër e madhe, që ka qenë popullat shumë numër e madhe, jo vogël. Edhe dokumentet osmane flasin që në Vëbërta ka qenë 50.000 banor, që qytetet tjera në Evropë ka qenë problemi, pas 50.000 banor, 50.000 në Vëbërta, qytetin në Vëbërta. E tani, Perëndia Osmane, Janjeva, Trepça, Prizreni. Po, Prizreni ka qenë kryevatare. Unë kam një libër për Prizrenin, kam një libër për Prizrenin, qyteti Prizreni është Dubrovniki i dytë i Ballkanit. Dubrovniki i dytë, që është i tregtare. Lise e të gjitha... Lise e substratit arbror. Substratit arbror, absolutisht. Sepse Skënderbeu pretendon të ta kishte Prizrenin. Binte Katetova, shkonte në Maqedoni, edhe flitet dhe në Gojdan që është në Skënderbeu ka bëni me mërmetin, po, kur desha të për Prizrenin. Se fundi profesor... Ta përfundoj që të dokumentacioni Osman. Pra, flitet që për dokumentacioni Osman, habitatin shqiptar e vën e pa se është autokton dhe në numër shumë i madh. Aty tani ka dhe emra slav. Ka emra slav, po çka del emra slav? Thot, Gjoni i biri Radoslavit, që të thot, me ardhe Perëndërisë serbe, administrata serbe, sikur sot që e bën Malzi, ku do në Greqi, i dytërojnë që të përvesojnë emrat slav. I dytërojnë administrata, ata që kanë dalë, thot, Gjoni i biri Radoslavit. Gjoni sot është katolik, Radoslavi mund tjetë, po them, slav, po që ka qenë i detyruar që ta mban, sepse atëherë nuk është me mbiemër, po me emër, me babshkën. Pra dokumentacioni Osman kësaj. Tani, Perëndia Osmane ka pas sigurisht edhe pushtimin, edhe vendosjen e pushtetit politik, po edhe fetar. Por duhet të themi këtë të qartë. Nuk kemi ligj të shkruar që me dhunë popullata duhet të pranohet, duhet të kthehet në islam. Perëndia Osmane, viset e pushtuar i kërkon të 3 gjëra. Radhë parë të kthehej musliman, nëse donte, mbrapa e kishte që të shkonte ushtar, që të shkonte të krynte shërbime, do të thotë të merrte pjesë në luftat osmane kur kërkohet dhe pastaj të jepte edhe gjizjen. Gjizjen ajo popullate e cila gjizja, që është gjizja e gjakut, që nuk për popullatën katolike. Se do të raja muslimane dhe raja katolike. Edhe popullata autoktone, aristokracia arbrore, është e para e cila përvetëson islamin për të ruajtur privilegjet. Ishin disa familjet njohura ato që nisën Dugaxhinët, për shembull Dugaxhinët, një deng, familjet njohura që kishin... Pse për marrëm Dugaxhin, një familje, një kraj, një Dugaxhin, më në randi bëhet musliman. Ka lënë musliman. Më në randi ka lënë, se vjen Perëndia Osmane. Ka lënë një rand i Duga... Sa ta leka ideali i dytë, i tretë atë, por një krah ka lënë në muslimanizëm. Pra aristokracia pranon islamizimin edhe në kuptimin... Për shkak të interesa financiare, për shkak të interesa financiare, po për të ruajtur privilegjet. Për mos paguar tatime, për të pasur privilegje tjera mbase që i ofronte... Po, dhe tatimet, masa tatimore ndërkohë bëhet pengis. Me ko bëhet pengis, sepse është shumë ma madhe për popullatën katolike. Edhe shumë ma madhe, edhe ka masa aspekti ekonomik ka determinu për kalimin e muslimanëve. A kanë ruajtur shqiptarët unitetin e tyre edhe kur misioni Osman Tazëm, edhe pse jo me legjidhunshëm, siç thoni ju profesor, e shtriu islamin edhe midis ardhnorëve. Sa a një historia probleme midis për shkak a një historia përçarje, a një historia përçarje midis feve, kështu, kupton to. Shiqo, Perëndia nuk e ka motivacion as, nuk e ka strategji të shkombëtarizoj kombët. Perëndia ka për qëllim që ti administroj dhe ti përdor në brenda Perëndërisë për të krijuar një fuqi ushtarake. Pra, duhet të them që Perëndia Osmane nuk e kishte qëllim shkombëtarizimin kombëtar. E kishte qëllim që ta imponoj islamin si fe,
po jo dhe tash dukte etnin, po them, shqiptare. Mirë po, duke qenë shqiptar, duke pranuar masovikisht islamizimin, kuptohet edhe në kuptimin kulturor, kemi një farë njësimi ose administrimi kadrët Perëndimit Osmane, por gjithsesi, krahas një pjesë e cila ka kaluar në muslimanizëm, ka dhe një pjesë, sigurisht në përviset të ndryshme malore, cila ka rujtër fene vetë katolike, krishtere. Pra, tani, se i përket këtyne gjendjes së mbrëmshme shqiptare në kadër Perëndimit Osmane, duhet thënë që ajo është pjesë themi administrimit dhe marrjes së taksave. Historia njeh kur ngritje. Disa vezir. Po, ishin disa vezir. Deri tek po ishin bështetlit të shkollës. Deri tek alarmit që patën rilindasit kur po në bështetlit të shkollës, Mamet Bugall dhe Tepejes, është Ali Pash Tepelena Janinës. Këta përpiqeshin pashalleqet ishin themi kur territore ku shëndonin pashalleqet, ku shëndonin dhe pretendonin që të mos i bindin me urdhrit të sultanit. Donin të ishin shumë të pavarur dhe kuptohet Perëndimit Osmane arrinte që dhe por esenca ka qenë që pashalleku i Shkodrës donte ta shtinte territor dhe ky kishte qëllim që Ali Pash Tepelena kishte edhe Greqin, po themi për tani ky pashalleku i Shkodrës tentonte që ta shtrinte këtë qytetet, i kishte qytetet arbrore, i kishte vetë qytetet shqiptare, se këto kishte. Kur filluan shqiptarët elitat në atë kohë ta kuptojnë rrezikun nga Osmanët. Po tani deri te rilindja kombëtare, ne kemi principata. Kemi pasur vezir aty, të etabluar në sistemin e Osmanëve pranurisë. Dhe periudha e rilindjes kombëtare është periudha më artë që mlodhi elitën e kohës, ardhënorët e kohës, të gjitha llojeve të besimit, se s'po flasim vetëm në këtë kohë për besimin, profesor ortodoks, të krishterë ortodokse katolik, por edhe për për lindjen e një fryme protestante. Motrat Qiriazit për çfarë në shkollën. Protestanizmi përmes Qiriazëve që kanë qenë. U bën bashk nga një alarm, nga një shqetësim, që kishin se Perandoria Osmane po flirtonte me serbet për t'i bërë pike 5 toka shqiptare. Dhe ai dokument i 10 qershorit 1878, mbas edhe sot platforma kombëtare. Është një platformë e rëndësishme. Tani, kriza lindore, që fillon kriza lindore që në kupton 1875. Kriza lindore fillon në Bosnë. Edhe Perëndimit Osmane që thuhet i smuri i Bosforit, kishte ramjen fuqi, ishte dekadencë e madhe. Popujt e Ballkanit ishin ngritur dhe po krijonin platforma nacionale, popujt e Ballkanit, kur slavët e Ballkanit, serbët, malazezët, sepse po krijonin platformat e tyre nacionale, edhe këto rilindja kombëtare, duke përfshirë nga Vaso Posha e Sami Froshi, arritën që ta me Abdel Froshin, arritën themi që ta krijojnë një platformë gjithkombëtare. Ajo platformë përfshinte gjithë kombin shqiptar. Gjithë kombin, kjo është e rëndësishme, që një platformë sot atë ditë themi nuk duket në sipërfaqe, ndoshta mund të jetë, por nuk duket në sipërfaqe. Ishte një platformë gjithkombëtare e cila kërkonte që territoret shqiptare të jenë të bashkuara. Po strategjia e Pashkovosës dhe Sami Froshit ishte një strategji themi pamflet ose manifest mjaft real i kohës. Parashishin edhe format si duhet të kapërcjet kjo situatë. Ata kishin paraparë që shtetet e Ballkanit, Mali Zi dhe Serbia janë jashtëzakonisht të fuqishme. Ata thonin që brenda Perëndimit Osmane duhet të ruhet një kompaktësia territoriale dhe në ndërkohë të jemi të krijojmë një shtet kombëtar. Pretendonin që është momenti që brenda Perëndimit Osmane ta kemi, si thonë, brenda Perëndimit që t'i ruajmë territoret. Kjo ishte platforma e Sami Froshit. Mirë, por luftat ballkanike
ose Kongresi vitet 1778, se Paqja Shën Stefanit, e cila izmadhe shtetet slave, Mali Nezi, Romania, Bullgaria. Pse u dëpsuan arpënarët në këtë periudhë për sa kohë që kishin? Po, dëpsuan për shkak. A keni gjetje? Po, ja, po. Do t'jemi kritik mëse. Kur themi, unë mendoj që ka egzistuar një bashkëpunim, ose të themi Perëndëria Osmane nuk i ka vlerësuar meritueshëm shqiptarët. Nuk i ka vlerësuar. Sepse, kur flasim 878, kur formohet shteti serb, shteti malazes, kur formohet, dhe kur çështja shqiptare mbetet veç si term gjeografik, edhe pse e dinin që jenë shqiptarë të jeton. Ato thoshte edhe Eduard Grey, ambasadori anglez, do të vinte një ditë, që do të themi të parafrazoj, do të vinte një ditë, do të flasin kronikat që trojet shqiptare, dinte që është, kur themi shqiptare, është koncept politik, etnik, etnografik, linguistik, trojet shqiptare përdorën për monedha, kusuri, për shtetet fqinje. Dhe unë mendoj që Perëndëria Osmane, edhe pse Kongresin e Berlinit a ishte vëzhguese, nuk ishte vendosëse, Perëndëria Osmane nuk e... Se çdo herë Perëndëria në shkputje territorëve, gjithherë e pretendon që i ka të vetët. Edhe nuk arriti që të administronte sa duhet fuqinë politiko-ushtarake të shqiptarëve, që t'jenë homogene dhe që t'i përballen. Edhe kemi luftat ballkanike. Profesor, në Kongresin e Berlinit me 13 qershor, 78, për herë të fundit është përdorur argumenti historik për ta njohur dikë si shtet. Si që është rasti i Shqipërisë. Për herë të fundit është përdorur argumenti historik. Faktet historike. Më nuk janë përdorur faktet historike. Ne peshojmë edhe sot, realitetin çfarë po ndodh në Ukrainë, lufta në teren po e përcakton edhe rezultatin e kompromisit. Më thuaj profesor, në Perandurinë Osmane, gjithë ata ose një pjesa më madhe që kishin ndruar besimin, si po shieshin nga Peranduria Osmane, si ardhnor apo si turq? A keni dokumente? Po. Sepse është një periudhë kur Peranduria Osmane ishte në fuqi deri në vitin 2022, nëse nuk gaboj 2023, që kishte bërë një marrëveshje në atë kohë, për t'i mundësuar... Gjua Osmani i qënë të Arnaut, shqiptarët, e dinte që është një kom veti edhe i njoftën edhe kretë, mirë po, kur themi këto, themi se nuk i kishte njoftën edhe atë militin, sistemin e militëve që ishte njoftë në Ballkan. Sistemi i militëve ishte për sistemet të Ballkanit, i cilë kishte njohë militin e serbëve, bulgarëve, millet popull, në kuptim e administrativ. Si po ishte Peranduria, udhëheqja, hierarkia, shqiptarët që kishin ndruar besimin ardmorët, po ishte dhe si ardmor apo si turq? Si turq, po kam si Osman? Ja, ata e njohë si shqiptar, Arnaut jo tonë. Edhe vezirët shqiptar kanë qenë pjesë. Pyke po bëjë, sepse ka dilema. Dilema bazohet në marrëveshjen që ka bërë Peranduria në atë Osmane me Titën, me Jugoslavinë. Me Jugoslavinë, në mënyrë që gjithë ata që kanë pranuar besimin islam, ishte edhe kauz politike. Ajo ishte kauz politike, themi jashtëzakonisht e dëshme. Të shkonin në Turqi, ka miliona shqiptar në Turqi. Po, duke shfrytzuar, themi, nivelin e ullë. Zbrazur Kosovën. Ajo është që ishte një projekt i rrezikshëm. A ishte projekt i rrezikshëm sa Jugoslav, sa Turk. Edhe Turqia, cila se kishte edhe me Greqinë. Kishte me Jugoslavin, kishte edhe me Greqinë. Kishte si duket edhe Mërmën të Bullgarit. A ishte një qëllim i përndryshe, themi, Republikës së Turqisë, që ti merrte tani popullatën muslimane që ta popullante. Si po trajtoj, prandaj unë po bëj pyetje, nuk po bëj pyetje rastisht, si po trajtoj ajo pjesë e popullatës. Po unë mendoj që s'ka dilemë që ata janë shqiptarë dhe janë trajtuar shqiptarë, po duke shfrytzuar momente të vështira ekonomike,
tepër të vështira ekonomike, në kuadër të Jugosllavisë bërgjese, edhe në kuadër të Jugosllavisë së Titës. Regjimin tiran të Jugosllavisë bërgjese, edhe të Titës më vonë, pra duke shfrytzuar këtë gjendje tepër të rënda ekonomike, masa të rëndësishme diskriminuese, por edhe agitacione. Kishte edhe agitacion i cili u proklamonte që atje do të kenë themin kushtimisht kushte të mira, edhe do të jetë komuniteti edhe propagandu që është një fe e njëjtë atje dhe nuk do të ketë probleme. Pra, kjo është një politikë, domethënë ishte kërcënim për zmbrapsjen, për zbrazjen edhe pse fatkeqësisht një si marrëveshje gentlemente, pa nuk është marrëveshje gentlemente, është marrëveshje jashtëzakonisht e dëshme. Ka vletur, profesor. Po ka deri vitet e vonshme pas luftës dytë botërore. Po, unë pe kuptoj ku e ki intencen. Unë e kuptoj edhe sepse niveli ult ishte edhe individual. A ishte miqësore perandoria osmane me ardhnorët, profesor, nëse i referohemi akteve, vendimeve e tjera në raport me ardhnorët dhe slavet në anën tjetër, me serbët. Por je i poshtuar nuk mund të kërkosh raporte miqësore. Kërkon raporte të cilat jenë sundimtare. Raporti i Perëndisë Osmane ndaj shqiptar ka qenë sundimtar vazhdimisht. Pse serbët nuk ju nënshtruan një kauzë, një misioni për ta përqafuar islamin e ardhnorët? Po. E tani. I kemi shqiptarët arbresht të Italisë, që janë mbi 5 shekuj në rajonet jugore. Si pasojë e pushtimit Osman të Shqipërisë, definitivisht në vitin 1509. Edhe sot kanë rujtur zakonet. Kam qenë atje, profesor. Po dhe ata dhe jenë ortodoks. Janë të besimit ortodoks. Kisha është një faktor i rëndësishëm ortodoks, por kisha atje, siç e dini profesor, ka lidhje me papatin. Kishë uniate. Kishë uniate. Edhe po ka një rol të rëndësishëm. Kisha Ukrainës, ortodokse, po me papatin lidhet. Me papatin lidhet. Të thirët si kisha uniate. Uniate. Edhe aty, po, tani, Ridvan, Perëndia Osmane... Kështë po tjere, Perëndia Osmane ka qenë jashtëzakonisht shkatruse të shqiptarët. Ka shkatru një pjesë, ka shkatru elita, ka shkatru qytete. Vetë fakti që ka një pjesë e madhe arbreshve në Itali, kohën e ramjes së Shkodrës dhe kohën e ramjes së Krujës, ne veprat e para, iluministët të mëdhej, pedagogët të mëdhej kemi në atë kohë, shekullin 15, Marin Barleti, Marin Meçikemi dhe Mitterfrange. Do thotë, ne ishim një popullat, para se marrë Perëndia Osmane, ne ishim një popull i zhvilluar kulturore, ekonomike, institucionale krahas me popujt tjerë. Ne duhet të pranojmë, po mos të vinte Perëndia Osmane, Skënderbeu e kishte shtetin e vet. Po kishin edhe balshet, do të thotë, Perëndia Osmane është mjaft shkatruse të popullit shqiptar, kuptimin si pushtues që ka ardhur. Pastaj, nga ajo kohë, deri te viti 1912, është një çështje tjetër se si janë integru shqiptarët, si kanë prosperu. Mirë po, duke mos njoh drejtat etnike, duke mos njoh drejtat e miljetit që po tham, populli shqiptar nuk arriti ta krijonte elitën e vet me kohë intelektuale, e cila do të kishte një platformë të mëhershme, e cila do të kishte rezultate të veta të mëhershme për të pas një formacion politik të pavarur. Por duhet të thënë që edhe Serbia, edhe Malezia, edhe Bullgaria, edhe Romania këto janë pavarësuar domethënë me Kongresin e Berlinit, kur për platforma shqiptare ishte e qartë, por për platforma shqiptare mungonin aleatet për të. Mungonin aleatet. Edhe mbasi zëri diplomatik. Po zëri diplomatik është aleat. Zëri diplomatik. Se në vitin 1804... Zëri diplomatik edhe i leadershipit tonë. Leadershipit tonë kështu. Leadershipi jonë, kur ka zhvillim ekonomik... Se vërejmë në periudha ndryshme historike, dallime, përçarje... Po qërta, leadershipi jonë në këtë kohë, kur themi nga vitin 1850, kur bëhet reformat në Turqi, se në disa reforma 839, reforma Gjylehanës që thirret i Turqisë, kemi disa drejta kulturore, formimi i shoqatave të ndryshme që krijohet në kuadër të Perëndisë Osmane. Kështu që kemi edhe intelektual shqiptar që ngritet me rilindjen kombëtare. Me vërtet që edhe elita
me platformë kombëtare etnike është pak më avashme si elitat slave, sepse slavët patën ndikimin e kulturës ruse, sepse në vitin 1846 më zgabofsha një marrëveshje që kishte Perëndyria Osmane me Rusin, me mbretërinë me carin e Rus, kishte që ajo du të kujdesej për ortodokset e vetë Ballkan. E kishte të drejtën të kujdesej për ortodokset Ballkan, edhe vinin priftërit për popët vinin nga dhe intereso. Po prandaj është konstatimi mbas e legjitim i bazuar, profesor, që të thoni se ishte shkatrimtare me qasin Perëndyria Osmane. Naja ati lloj civilizimi që ishte i etaluar në habitatin ardhnor. Dhe shumë evidente, shumë evidente. Po i referuam me 6 maj është ditëlindja e herojit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, 680 vjetori i tij, i lindjes, një heroj mjaft është diskutuar për të në kuptimin me lloj argumenti nga ky habitati, po them, i sotëm kulturor që përfason mbase edhe zëra ahmakësh, profesor, ndikuar nga lloj bot kuptimesh, propagande, gjëra tjera. Kanë vështrime të ndryshme. Përfason Skënderbeu për shqiptarët? Skënderbeu, ashtu sikur e ka thënë edhe Kadareja, është identiteti evropian i shqiptarëve. Kështu e ka thënë Kadareja. Kristof Rashi, studius, është kryevler i historisë kombëtare, pa dallim. Identiteti historik etnik i shqiptarëve evropian është Gjergj Kastrioti Skënderbeu, sepse Skënderbeu arriti që të krijonte një shtet, të organizonte popullin në platformë për lirinë e vendit. Skënderbeu gjithë jetën, gjithë veprimtarinë e vet, tërësisht ju ka kushtu lirisë e vendit, në bashkëpunim edhe me aleatët e kohës, si me Vatikanin, si me hungarezët kishte marrëveshje, themi me të gjitha shtetet evropiane, sepse Skënderbeu Skënderbeu në vitin 1462 projektohet si udhëhec i forcave evropiane, konkretisht ballkanike, e cilat do të luftonte kundër Perëndrisë Osmane. Edhe ishte si kapitan kryesor. Në atë kohë Papa Pio II donte që të vinte në Shqipëri, ashtu thot historia, që të vinte në Shqipëri dhe ta merrte kurorën mbretërore. Por Papa, siç e dim në kona duke ardhur usmur dhe sënerd, po është dekorajuese, pse Papa tjerë themi nuk e bënën hapin, nuk e vazhduan hapin e tillë për ta prokurorën të Skënderbeu. Edhe kjo është pak mirë, por kjo shpjegohet sepse Perëndyria Osmane ishte jashtëzakonisht e fuqishme. Edhe si duket shtetet italiane e dinin që e rin gjalli Gjergj Kastrioti, po them Skënderbeu, nevojën për rujtjen e substratit kombëtar ardhnor. Gjergj Kastrioti Skënderbeu shkoi në kryeministri 8 nëntor 1443. Po. Në mars në vitin 1444 e thirr kuvendin e princeve shqiptar. Tetor, nëntor, mars. Edhe aty në kuvend vinë kretë princat arbror. Thirr edhe Crnjovicin që ishin... Dilema ishte edhe si po komunikonin, me çfarë lloj gjuhë po komunikonin. Po, që tani, e thirr edhe Crnjovicet e thirr, se Crnjovicet ishin arbror. Edhe i ka miq, dhe kishte dhënë edhe motrën e vete kishte dhënë për Crnjovicet. Ai nuk thirr as Ormon, as Bullgar, që ishin shtete përreth. Nuk i thirr aty ku flitet gjuha shqipe. I thirr shëndimtarët. Edhe aty bashkuan gjithë. Topijet, mozaket, dugaxhinet, pra Skënderbeu në kuvendin e Lezhës, themi, e ka platformën e vet barkombëtare. Për themi barkombëtar, këtë popullin shqiptar, nëse referohem që populli është shumë i varshëm, mirë po, gjuha edhe folmja shqipe e krijon popullin, etnikumin e popullit, edhe e thirr këtë popullin, edhe e trason rrugën e një shteti kombëtar. Edhe Skënderbeu do të thotë arriti me shumë sukses gjithë ato histori të ndërtuar vit pas viti,
por kulminacioni tëra kësaj është sepse edhe në jetë edhe nga fuqitë alate, si shtet jashtëzakonisht i fuqishëm, por në fundit edhe me prindër, si partner, për Andrisës, Osmane. Po. Atleti Krishtit propagandohet të që në vitin 1457, pasi fitore se Albolenës, e cila ishte një fitore shumë e madhe. Viktor Hugo kishte shkruar që po të kishte Evropa ndonjë Skënderbej tjetër, Evropa do të nga Perëndria Osmane do të shpëtonte shumë më herët. Pra, koncepti që pa shpalla Atleti Krishtit. A vlerësohet sidomos në Kosovë, në mjedis shqiptar, kudo mjaftueshëm figura Gjergj Skënderbeut? Figura Gjergj Skënderbeut është, po themi, simbol nacional. Edhe a respektu ta. A vlerësohet, a ka respektin? Kështu. Por themi Skënderbeu është identiteti. A keni shqetësim, profesor? Kemi shqetësim, po ta themi këto. Deri në, themi kështu me ku, deri në kohën më të re që po jetum, pas luftës çlirimtare. Se po mbyllim po shkon ora televizive jemi vetëm deri pas luftës çlirimtare të vitit 1998-99. Skënderbeu në mënyrë unike të njësuar ka qenë simbol nacional. Të gjitha shkollat i kemi fotot e Skënderbeut. Por nga viti 2000 tutje, themi, deri ka viti 2014, po them 15, për shkak themi edhe ato që i dim, se nuk e që po e bom farë sekrete, për shkak të rrymave të ndryshme, themi, përmes shoqatave, përmes literaturës të ndryshme, u arrit që në kontestohet, të disa përfaqësues, themi, jo të islamit tradicional të ne që është. Të interpretimit vehabist? Po vehabist, po edhe doktrinar, duke e thonë që Skënderbeu ka luftuar kundër muslimanëve. Do të thotë, ka luftuar kundër muslimanëve, Skënderbeu ka luftuar edhe kundër Venedikut, nuk ka luftuar vetëm kundër turqëve, ka luftuar edhe kundër Venedikut. 1448, 47-48 luftë me Venedikun ka hi, për çështje Danjes. Ai ka marrë Danjen, ky ka hi në luftë se edhe ka marrë veshje. Skënderbeu ka luftuar edhe ka pas aleanca edhe me Perëndin Osmanë në kuptim të armëpushimeve. Pra Skënderbeu ka luftuar për shtet shqiptar, jo për kundër muslimanëve. Si shihni këta zëra? Po këta zëra, unë po them kështu, me qenë se, kështu të themi, me qenë se... A kanë zbarkuar edhe të jo në institut të elitat politike për shkaktuar hamensim, për shkaktuar ndrojtje, që të përfshihen edhe në debat publik, për të kundërshtuar në zëshëm gjithë këtë shkollë interpretimi që është implantuar nga bas lufta. E kuptoj. Unë duhet të them që duke u falendruar edhe medjave dhe gazetarët të shumë, të cilët çdo herë kur është ataku Skënderbeu, pikpamje fetare, islamofobe, që është ataku, ka qenë në mbrojtje, duke vështruar drejt, duke argumentuar që Skënderbeu nuk i takon botës krishtere apo muslimane, po i takon historisë shqiptare dhe është identitet historik shqiptar, pura historik, jo fetar. Tani, unë mendoj që ka pas një cenim, ka pas një themi një paragjykim që Skënderbeu nuk mund tjetë edhe shqiptar. Janë të friksuar asot elitat e ndryshme, edhe ato politike, nëse mund të them, edhe ato akademike, edhe ato gjitha padallim. Nga ky lloj mbizotrimi në rritje i shkollës së interpretimit ekstremist për deformu thuaj se cilën figurë kombëtare historike. Nga Skënderbeu, përfshir edhe pasaportën e shqiptarëve, Nën Terezën e tjera. A është shqetësuese heshtja për këtë realitet? Ridvan, unë kështu duhet të them si njeri, si person që edhe interesohen për çështje publike, ditore, aktuale dhe ndrydhe. Po, unë duhet të them këtë është e vërtet që figura Skënderbeut mbi baza ekstrem islam është ataku. Por unë them që kjo bazë është importuar për shkak të shkollimeve të ndryshme që themi që kanë ardhur dhe për shkak shoqatave të ndryshme. Ajo është A ndjeni të friksuar ju si elita?
A ndjeni këtë... Para se marrë të vërejt, duhet të them kështu. Mirë po, duke u përballë me kundërshtimin jashtëzakonisht të zëshëm të qoftë botës, themi, intelektuale, akademike, po posaçërisht të televizioneve të shumta të net gazetarëve, cila ka luajtur një rol të mirë që ta kundërshton ato ide të cilët e propagandojnë Skënderbeu si jo të bishëm për historinë e Nën Terezën e shumë aspekte tjera. Unë mendoj vrej, po them, vrej, që në kuptimin e përgjithshëm tani kemi edhe më pak propagandë anti-Skënderbeu, të Skënderbeut, në kohë të fundit, duke ju falendru këtyre zërave kundërshtuese dhe bind që ka pas mediumet. A ka rrezikshmëri? Unë duhet thënë tani se... Vret një ngërç, një ndrojtje. Unë them që këto ekstremizmet është rrezikshmëri... Profesor Modri, mediat e vren, publiku e vren, ne që merr me mediat publike, me media, e vren një ndrojtje, një ngërç, nga elitat akademike, nga institucionet, nga një refuzim që të përballen dhe në publik me gjithë këta, për të kontribuar në këtë debat. Po, unë po them prap, flitet që në këto raste duhet këtë edhe ligjet veçante. Duhet këtë edhe ligjet veçante për mbrojtjen e presionit. Intelektuali duhet përfaqësoj edhe guximin, apo? Po, duhet ta përfaqësoj edhe guximin. Akademikët nuk janë aty për të qëndruar vetëm në zyra, apo, profesor? Jo, shumë e vërtet. Edhe për të përballur me situata që përfaqësoj një mision për me deformu mjedisin kulturor, kohezionin kulturor. Po pajtor me atë që edhe elita intelektuale duhet të jetë e zëshme dhe e koherencë. Kritikë edhe ndaj politikanëve që flirtojnë me ta. Që edhe filtrojnë, edhe kjo. Është e vërtet që nuk është zëri i duar, se fundet Emil Zola thot koncepti intelektual është ai koncept jo që do të thotë është kur shqetësohet për problematikat e shoqërisë, jo për vetë profesionin, po kur për te profesion, kur për je i shqetësuar për problemet reale të shoqërisë edhe që të kontribuosh. Unë them që elita ndoshta intelektuale nuk jep mendimin ose zërin e vet sa duhur, mirë, po unë them që në shkrim edhe në debate shkencore dhe në botkuptimet e historiografisë shkencore, Skënderbeu dhe çdo figurë tjetër, por edhe qoftë figurat e hoxha, po themi figurat islame, natyrisht. Kader Prishtini, sepse na elitën intelektuale pavarësinë kemi në kuadrët parandryshësmane. Mulla Idris Gjilani, një patriot i jashtëzakonshëm. Po, i kemi të gjitha këto Zek Berdyne, Mulla Zek Berdyne, i kemi edhe personalitetet shumëta që në dhe fetare dhe kombëtare. Po, ata bën kjo ngritje për të ruajtur gjakun, identitetin shqiptar, jo për të mbrojtur as të frym, as fetare, as të tjetërën. Historiografia këtë e ka qëllim edhe besoj që ka mision edhe e shpalos në aktivitetet e veta, mbetet për të dëshiruar që të jetë më aktive, po pajtohem atë, por me gjitha të, unë jam mjaft i bindun edhe i më gëzon fakti që televizionet si ju edhe televizionet tjera kanë arritur që t'jenë zëri i kritikës edhe të mbrojnë vlerat historike kombëtare. Faleminderit, profesor. Muhadri që ishe këtu në televizionin Arbëria, në Prishtinë me kontributin që dhatë në zbërthimin, shpjegimin, demonstrimin gjithë asaj gjë nëse më ta them historike, etap për etap duke e zbërthy se cilën periudhë dhe sot ku janë shqiptarët, duke që është përvesuar dhënë shumë kjo trashëgimi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Teleshikuesve televizionit juaj gjithmonë shikime të këndshme me emisione të mira të tilla dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit, profesor. Ky emision mundësohet nga ISP
Broadcast.